Në raportin e vitit 2026, vetë State Departmenti, kur flet për energjinë në Kosovë, thot mënyrë decisive ne e mbështesim përmirësimin, do më thonë, revitalizimin e kapaciteteve aktuale nga linjiti dhe gazifikimin e linjitit. Po, decisive në raport 2026, Ka ndonjë linë tjetër që mund të qojë tutje, ama nuk mund thuash ambasador State Department. Kushtrim. Unë po tham që State Departmenti në bisedat me qeverinë e Kosovës e ka konfirmu këtë. E ka konfirmu këtë. Unë po tham që informat që e ka konfirmu këtë, ne i mbështesim projektet cilat i mbështet Kosova. SBA nuk është kundër diversifikimit të burimeve të energjisë në Kosovë. Nuk e ka thënë kur, nuk ka qenë kur. Jetu manipulu, Viktor. Jo, s'po manipulon. Po është i 95 thelbin e problemit. E ke parë ministrën zonjën Rizvanolli Berisha këto ditë. Po. Më ka ardhur kesh në cilin pozit, ajo ishte në një studio tjetër televizionit një kolegut, kur qarësisht në universin e saj politik nuk gjejke arsye, pincet si ta kap arsyetimin për këtë përgjigje që ka aktualisht indolent dhe pasive qeveria në këtë projekt të rëndësishëm të rjetëzimit të gazit lëngshëm amerikan. Nuk kena të folë më për interes të nëj shteti parënsi strategjike në botë, o Viktor? Si ka thonë kërkush jo gazit amerikan? Përgjigja zyrtare qeverisë Kosovës, me lëra të jemi qartë, i pamjegullt, si pas artone Rizvanollit, në letrën që ja ka qu vitin e kaluar. Ambasadës amerikane, qeverisë së Shteteve të Bashkuara, thuhet qartë, prioriteti qeverisë është gasifikimi në përmjet Thëngjilit, gjë që nuk është kundër asë që bëha kundër kësaj pune. Qëto më rekam raportin e State Departmentit? Edhe importi i gazit nga projekti i Tapit përmes Azerbajxhanit në Vlorë. Gazi Azerbajxhanit? Po, nuk është, por prioritet, mbi prioritete në Vlorë për administratën amerikane është terminali LNG-s. Shtrira infrastrukturës e gazit lëngshëm gjithë Evropën lindore e rrjedhimisht në kontinentin evropian. Ti po thu dilema është vetme për se takon se si do